Pse keni kaq shumë frikë të diskutoni? Pse keni kaq shumë frikë të diskutoni për çështje të cilat I shqetësojnë banorët e Tiranës? Pse keni kaq shumë frikë? Të doja që në pjesë e renditës sotëm të jetë dhe diskutimi për sa I përket protestave fundit që në cilën ndodhen edhe banorët e Tiranës. Ti diskutojmë bashkarisht cilat janë shqetësimet e tyre që padyshim përmenden ka lidhje me ju njerëz të cilët nuk e dini se jetoni në këtë qytet. Nuk e di nëse jetoni në këtë qytet që është kthyer në fakt në shtëpinë e kukullave të arkitektëve, të cilët po na ka shkatruar komplet mënyrën se si jetojmë. Kështu që nëse ti nuk e ke djenin pse dalin njerëzit në proteste e protestojnë, më lejo të informoj. Rendi ditës u miratua, kemi 16 pika janë... U diskutua në bashkinë e Bolonjës, protestat të cilat ndodhin në Tiranë dhe nuk diskutohen në Këshillin Bashkiarak të Tiranës. Kjo është e turshme nga ana juaj që nuk fusni, pse keni kaq shumë frikë? Pse keni kaq shumë frikë të diskutoni? Pse keni kaq shumë frikë të diskutoni për çështje të cilat I shqetësojnë banorët e Tiranës? Pse keni kaq shumë frikë? Për pikat e rendit ditës. Zoti Muhameti Zoti Muharremi, në kur diskutojnë çështje të rëndësishme, ju shkoni në tualet. Kur diskutojnë çështje të rëndësishme, shkoni në tualet. Inshallah nuk e kanë vjedhur tendrin e letrave higjienike që ju mos përlyeni më shumë nga që jeni tashmë. Kështu e shko. Lutem të rriq vëmendjen. Do vijojmë me prezantimin nga Po, është e turshme nga ana juaj që të vazhdoni diskutimet këtu. Të diskutosh problemet e qytetarëve është gjithmonë në rendite dhe duhet jetë gjithmonë në rendite. Mos na fikni mikrofonin se e keni bërë vesh të shëmtuar. Tirana ka një probleme dhe I thon banorët e Tiranës sa herë që dalin dhe protestojnë aty, kurse ju nuk doni t'i jepni pak kohë kësaj çështje në këtë mbledhje Këshillit Bashkiak. Diskuton Bashkia e Bolonjës, nuk diskutojmë dot neve këtu. Cila është qetësia? Qetësi për çfarë? Aku mos e shmuar kolet, shko, se do përlyesh më keq. Jo, duhet jetë pjesë e rendit ditës, mos ma pikni më mikrofonin. Të lutem, pas ke dyshuar mendim. Të nderuar anëtar të Këshillit Bashkiak, e nderuar kryetar. E para nuk kam këtu të pyes ty se për gjërat që propozoj. Ti pas ke rregulluar punët me kolegët tu këtë seancën tjetër ishte goxha e nevrikosur. Zonja Ristani. E para, mendoj se duhet ta respektosh, jeni detyrë publike. Do duhet ta respektoni protestet që po ndodhin aty jashtë, banorëve të Tiranës dhe të pranosh të jetë pjesë e rendit dhe të japësh fjalën këtyre këshilltarëve të diskutojnë për ato çështje aty. Ndëruar si pasojë problemeve që ka pasur sistemi. Po vazhdoni me të njëjtën mënyrë. Ka 7 vite që banorët e Tiranës e kanë humbur banesën e tyre dhe ju vazhdoni diskutoni, vazhdoni të shohni shtëpi me VKM-n e 7 vite më përpara. Nuk u vjen turp që nuk I keni lejuar. Mbledhjen e keni prishur ju, edhe me mënyrën tuaj se si keni qeverisur këtë qytet, po ashtu domethënë keni shkatruar jetët e qytetarëve dhe banorëve të Tiranës dhe nuk pranoni ta fusni pikë të rendit ditës. Cila është problemi juaj që keni kaq shumë frikë? Ju këndohet ky qytet që marr ka mira çmime, merr po ashtu mira sharje kryetari I Bashkisë Tiranës çdo darkë. Veç ju nuk I dëgjoni këto. Fute pikë në rendin e ditës. Për shkak të interesit të madh që kemi shprehur dhe për shqetësimin e moskuzorimit të aplikimeve për shkak të shqetësimit. Se Erisani kemi diçka për thënë për protestën e banorëve? Se drejtori apo s'ndjen as pak përgjegjësi për këtë qytet. Nuk ndjeni as pak përgjegjësi. Nuk ndjeni as pak përgjegjësi për mënyrën se si I qeverisi. Se sa herë që del një problem, ju thoni po bëj maksimumin. Më duket e turpshme që nuk diskutohet për probleme. Duhet ta nisi me këtë gjë. Jeni vetëm ju që mbyllni syt para problemeve që I thon mira qytetarë në shesh.
Në fakt këtu jemi në një vend ku shumica prej jush nuk e di kur duhet dhe sa duhet ta marrin dënimin, por gjithsesi ky është muhabet tjetër. Çështja këtu duhet diskutohet, si jam unë e tregoj në hetime që po bëhen që këtu ka një rrjet të organizuar kriminal. Nuk e them unë. E thon hetimet këtë gjë. Është shumë e rëndësishme të futet pikë në rrjetin e ditës problemet të cilat banorët e Tiranës i thon çdo ditë. Mos ma fikni më mikrofonin. Mos ma fikni më mikrofonin. Një masa disiplinore vretjes, që u dash një plene, sepse po prishni blendjen pa nisur ende për diskutim. Atëherë duhet merrni një sugjerim, propozimet e këshilltarëve për një çështje kaq të rëndësishme. Protestoj mira qytetar dhe ju nuk doni ta diskutoni në këtë mbledhje. Pse ka shumë frikë nga diskutimet? Ka shumë frikë. Fjalës deri tani po ju thuaj që mund të diskutoni çfarë keni perspektive apo kritikë. Duhet ta nisim me këtë gjë. Dhe më pas të kalojmë tek ato vendime të cilat ju i referoheni ju seancën e mbyllni sa herë që dëshironi, e mbyllni si të doni, e bëni si të doni, seancën pa diskutuar për problematikat që kanë qytetarët. Këtu përmbytet qyteti, këtu duhet qesën veshkën për të paguar 20% të çmimit të një shtëpie, dhe ju nuk dëshironi të diskutoni për problematikat të cilat qytetarët i thonë çdo ditë. Po, vazhdoni me njëti model, i cili po ashtu i ka çuar qytetarët protestojnë. Vazhdoni me njëti model me kryetar bashkie në Burg, edhe vazhdoni të kaloni domethënë vendime sa për sy e faqe. Ngrini kartonat, duart rokisni për veten, bravo u qoftë që e keni shkatruar këtë qytet. Bravo u qoftë që u kemi lejuar që ju të bëni këtë lloj sjellje që bëni sot. Kurse ju e kanë dhënë kartonin e kujt qytetarët në shesh du të vit turp, edhe bëni shumë mirë që shkoni dhe fsheheni tek ajo dhoma aty ku cilën mlidheni sa herë që ka diskutime këtu të rëndësishme për të ndodhur.